Është përkujtuar 52 vjetori i revoltës së Spaçit përmes një ceremonie të organizuar në burgun famkeq. Kjo revoltë u zhvillua në maj të vitit 1973, kur të burgosurit e Spaçit ngritën zërin kundër shtypjes në një akt guximi që tronditi regjimin. Folësit thanë se ngjarje të tilla dëshmojnë përqendresën ndaj diktaturës komuniste dhe për këtë të mbijetuarit e revoltës së Spaçit janë shembulli më i mirë, pavarësisht vuajtjeve që kanë përjetuar, pasi zgjedhin të përçojnë tolerancë dhe shpresë për të gjithë. Si për çdo vit, edhe si vit u përkujtua 52 vjetori i revoltës së Spaçit, ku merrin pjesë shumë ish të burgosur dhe ish familjarët e tyre. Gjithashtu kishte edhe pjesëmarrës nga Korça që kanë vuajtur dënimin në atë burg, në burgun e Spaçit. Në këtë burg kanë vuajtur dënimin më shumë se 800 persona nga qarku i Korçës, ndërkohë në ditët e sotme ka ende të mbijetuar apo familjar të tyre, të cilët ende nuk i kanë marrë këstet e dëmshpërblimit për vuajtjet e tyre. Në këtë moment shumica e ish të dënuarve kërkonin lekët e tyre, domethënë që kanë vuajtur, domethënë dënimin e të burgosurit të ish familjarëve të tyre. Ka ende pa marrë kestet dhe është një krim, mund ta quash, që mos i marrin këtë dëshpërblim që e kanë vuajtur të dënim. Revolta e burgut të Spaçit përbën një pikë kulmore në historinë e qendresës antikomuniste. Shkaqet e saj ishin jo vetëm kushtet shnjerëzore, puna e detyruar në minjer dhe torturat psikologjike dhe fizike, por edhe gjendja e mjeruar. Në këtë ditë kujtese u përmend edhe ekzekutimi i 4 të rinjve të guximshëm të mbetur pa var, Pal Zefit, Dervish Bekos, Skënder Dajës dhe Hajri Pashait.